Nisma e 13.000 qytetarëve në kuadër të kampanjës Drejtësia dhe qytetarët është në pajtim të plot me nenin 79 të Kushtetutës Kosovës dhe ligjin për nismat legjislative. Përmes kësaj nisme, kampanja propozon amandamentimin e nenit 69 të ligjit numër 3 L048 që të lejohet kompenzimi i dëmeve jo ekonomike për viktimat e shkeljeve drejtave të njeriut. Ky ndryshim, cilin shpresojmë se do të votohet sot në kuvend, lexim të parë, do të bëjë që ligji të jetë në përputhje me detyrimet kushtetuese dhe ndërkombëtare të Republikës Kosovës, duke u siguruar qytetarëve mjete juridike efektive kur shkeljen drejtat e tyre më themelore. Kushtetuta jon u siguron qytetarëve drejtën që të kërkojnë mbrojtjen e drejtave të tyre përmes autoriteteve gjyqësore dhe që të kenë qasjen mjete juridike efektive në rast të shkeljes drejtave të tyre. Edhe sipas Konventës Evropiane për Drejtat e Njeriut dhe Liritë Themelore dhe precedenti Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njeriut, shtetet nuk mund të ndalojnë mundësinë e kompenzimit për dëmet jo ekonomike në rast kur shkeljen të drejtat themelore të njeriut. Ndalimi i kompenzimit për dhimbje dhe vuajtje në këto raste shkel të drejtën e qytetarëve për një mjet efektiv sipas nenit 13 të Këshillit të Konventës Evropiane për Drejtat e Njeriut dhe Liritë Themelore, e cila është drejt për drejtë zbatueshme në Kosovë përmes neneve 22 dhe 53 të Kushtetutës të Republikës tonë. Si rezultat, neni 69 i ligjit për menaxhimin e financave publike është jo kushtetues, sepse i kufizon drejtat e qytetarëve të kompenzohen në mënyrë të drejtë, dhe kjo nismë ka për qëllim për të korrigjuar një gabim ligj që ta vendos kushtetutshmërinë në vendin tonë dhe të përmirësojë mbrojtjen e drejtave të njeriut në Kosovë dhe që të rrisë përgjegjësitë e zyrtarëve publik. Lëvizja Vetëvendosje do të votojë pro këtij amendamentimi.